Lala tani, çfarë kërkon konkretisht Velia nga gjykata kushtetuese, cilat janë pretendimet e tij? Fakt s'ka lidhje me të burgosur politik, megjithatë zoti Rakipi para se shkojtë zoti Velia, unë mendoj që nesër kemi dy ngjarje të rëndësishme. Një që pritet të ndodhë në gjykatën kushtetuese, ku zoti Veliaj që nga 10 shkurti do të lërë qelite para burgimit dhe do shfaqet publikisht, pra nesër qytetarët shqiptar do të shojnë Erion Velin pas disa muajsh qëndrimin në burg, ku ai do të flasë në gjykatën kushtetuese, do të jap qëndrimet e veta, po ndërkohë do të ketë dhe një interes të shtuar për prokurorinë e posaçme, sepse nesër në orën 15 pritet të paraqitet zëvendës kryeministre dhe ministra e infrastrukturës dhe energjetikës zonja Belinda. Ka dhe kjo thirrje? E cila është zyrtarisht në Që u tha për para 2 ditësh. Të barazisë në tendera. Kështu që besoj që për shkak dhe të peshës tyre brenda Partisë Socialiste dhe sidomos zonja Balluku, që është absolutisht një ndër njerëzit pas Edi Ramës për momentin më e rëndësishmja, patjetër që do të ketë dhe interes. Detajet, provat, mënyra se si zonja Balluku do sillet, qëndrimin që do të mbajë ajo në raport me drejtsinë e tjera me radhë, do duhet i presim nesër, sepse kjo është hera parë që vjen, dhe do duhet shohim se si ajo do të qaset në raport me akuzën. Dhe normalisht, duke qenë se ka qenë një lajm që edhe për mua personalisht ka qenë surprizë, sepse nuk ishte absolutisht asnjë të dhënë në raport me të, ditë pas dite do të hapen dhe detaja, po do të ketë detaje në lidhje me dosjen e saj. Ndërkohë që sa i përket rastit të zotit Veliaj, zoti Veliaj ka vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese dhe kundërshton në thelb shkarkimin nga detyra. Më pas u detyrua të kundërshtonte dhe dekretin e presidentit, por zoti Veliaj e vuri në lëvizje gjykatën kushtetuese duke cilësuar si antiligjor dhe antikushtetues shkarkimin nga detyra me vendim të Këshillit Bashkiak të Tiranës, pra të Bashkisë të Tiranës, sepse Këshilli Bashkiak e shkarkoi zotin Veliaj me arsyetimin dhe me argumentin që nuk ishte paraqitur 3 muaj në detyrë, dhe për këtë arsye, edhe pse shumë e vonuar si procedurë, Këshilli Bashkiak tha që kjo vonesë e zotit Veliaj dhe kjo mungesë në punë po krijon problematika në qeverisjen e Bashkisë Tiranë, dhe për këtë arsye ne miratojmë shkarkimin. Nga ana tjetër, ndërkohë që zoti Veliaj ju drejtua gjykatës kushtetuese, Bajram Begaj i vënë në lëvizje nga kryeministria, nxori, sepse ashtu është procedura, nxori dekretin për zhvillimin e zgjedhjeve në datën 9 nëntor. Në 6 bashki, pra 5 të tjera që kishin mbetur bosh për shkak se disa nga kryebashkiakët erdhën në Kuvendin e Shqipërisë e tjera me radhë, përfshirë edhe Bashkinë e Tiranës. Dhe zoti Veliaj, duke qenë që ligji parashikon që kur një subjekt ose një kryetar bashkie vendos në lëvizje gjykatën kushtetuese, automatikisht pezullohet. Pra pezullohet gjithë procesi, nuk mund të kishte zgjedhje a priori, pra ligji e ka pezullimin automatik, ligji dhe kushtetuta. Çka do thot, Bajram Begaj duhet të priste vendimin e gjykatës kushtetuese dhe më pas të merrte një vendim sa i përket zgjedhjes. Gjithë të cilën e jep Beri më përpara. Kjo ha diskutim ato se kemi bërë këtë debat goxha, po kjo është me diskutim jo. Kjo po e tregon. Po sqaroj për shkuar, po jo pra nuk ka diskutim fare. Sepse ju të toni është një akt individual administrativ, apo jo. Problemi është që kryetari i bashkisë, i vetmi institucion ku mund të shkoj, dëgjoj, ju në pasajnë debat. Jo, pa ju në debat. Konkretisht, Veliaj e spjegove që a kërkon. Më së shumti për Erion Veliaj duke nxjerrë detaje dhe të dhëna. Por, kur të na thosh nuk. Çfarë kërkon? Po se humbim fillin. Atëherë Erion Veliaj kërkon shpalljen antikushtetues të shkarkimit të tij, derisa ai të përfundoj përballjen me drejtësinë, sepse thotë që unë jam një zgjedhur vendor dhe duhet të përmbyllet hesapi me drejtësinë dhe më pas të vendoset për fatin e tij. Pra ky është pretendimi që mban zoti Veliaj. Bukur. Ndërkohë, pyetja tjetër. Nëse ç'ndodh nëse gjykata kushtetuese i jep të drejtë Veliajt, a duhet nisë procedura e shkarkimit nga fillimi të Veliajt? Jo pra, se ky është problemi, se varet e pari. Varet çfarë do vendos. Nëse thotë se shkarkon dot. Dëgjoj, së pari ne nuk kemi nesër një vendim. Këtë duhet ja themi opinionit publik. Pra nesër jemi pa vendim. Do dëgjoj relatoren Sonila Betja, e cila ka përgatitur një relacion lidhur me çështjen nga gjitha prapësimet që ka marrë. Pra çështjen e zotit Veliaj, prapësimet e kryeministrisë, prapësimet e presidentit të Republikës. Pra nesër nuk kemi një vendim. Do dëgjohet përfaqësuesi i presidentit dhe përfaqësuesi i Këshillit Ministrave, e gjithë kjo seancë do të jetë publike dhe do të transmetohet live
në YouTube-in dhe në faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese, për shkak se gjykata kushtetuese ka një zyrë sa një furrik dhe aty nuk ka mundësi përqendruar. Zyrë e vogël. Njerëzit, pra është një sallë shumë e vogël, është më e vogël se studioja juaj, është e pamundur përqendruar aty. Kështu që do të jetë për studion se mos e zvoglon Endri Meksi më shumë. Sepse do ta krahasoj Studio madhe gjykimit gjykatës kushtetuese. Bëra Ti gabim. ke sallë do thotë më të madhe se ti gjykatës kushtetuese. Ke të drejtë. Ishte Engra Mund ta thuash ti. Fut njëri tjetër aty matan. ke të drejtë. Më kaputen mes. Të riqem. Rigju këtu. Atëherë, në lidhje, kjo do jetë e gjitha publike dhe gjykata kushtetuese pasi e përmbyll këtë proces, ka deri në 30 ditë kohë, por duke qenë se çështja është shumë sensitive dhe duke qenë se bëhet fjalë për bashkinë më të madhe në vend, unë mendoj që brenda një afati 10 ditor gjykata kushtetuese do të dalë me një vendim. Tani diskutimi Për 10 ditë bëhet kjo aty. Për 10 ditë do dal me vendim. Më pas del vendimi i arsyetuar, votohet në fletore zyrtare, nëse është në favor të qeverisë, presidentit i lindet drejta të shpallë zgjedhjet. Nëse është në favor të zotit Veliaj, pastaj ndryshon totalisht e gjithë, po jo po Gjithë ndryshon gjithë procedura. gjëja, sepse çfarë ndodh? Nëse zoti Veliaj po nuk është vetëm çështje zgjedhjesh, është vendoset një praktike konsoliduar për të gjithë kryetarët e bashkive në të ardhmen. Nuk i shkarkon dot. Sepse vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë është një farë mënyrë liq i padiskutueshëm, pra votojnë fletore. Pra jemi përballë rrezikut që Jo precedent. të bien zgjedhjet në Tiranë, të anullohen zgjedhjet. Anullon zgjedhjet dhe krijohet precedent, ti shkarkon dot më asnjë Pra rasti Veliaj, pavarësisht emrit, në thelb çfarë do të Vetëm si në Kosovë, në Tiranë. O zotë Rakipi, pse s'do ta kuptosh? Jo, po kuptoj. Për herë të parë, gjykata kushtetuese vihet në lëvizje për një çështje kaq të rëndësishme. Unë po i vë kryq emrit të Erion Veliajt, nuk kam lidhje. Pra për një moment e marrim që s'është Erion Veliaj. Vendimi që do të merret nga gjykata kushtetuese, i cili shpresoj të jetë i pandikuar, sepse unë kam dyshimet e mia, shpesh e kam parë gjykatë të ndikuar nga faktori politik, nga mazhoranca, se nuk e ndikoj unë gjykatën Nga kushtetuese. Erion Velia apo nga Edi Rama? Kjo është. Po, unë besoj që deri tani e ka ndikuar Edi Rama. Këtë ditë them unë Sepse se vendimi që erdhi ishte kundër Edi Ramës. që ishte, po do të ishte për- çmenduri nëse gjykata kushtetuese nuk Ka do të rëndësi, po zbatonte 115. dha një vendim kundër Edi Ramës. Tash atëherë në lojën kundër Velia kundër Ramës kush fiton? Nuk ka marrë vendim aty gjykata kushtetuese mërzotri. Çu fat pa. Fare më jo, nuk ka marrë vendim mërzotri. Jo, Thjesht vendim. ja ka thënë me zë të lartë Edi Ramës dhe Bajram Begajt një gjë që në fakt do duhet ishte Je automatike. gabim, çu ja thënë. Jo, pra je gabim, ligji thot pezullim automatik, zotri. Dhe Bajram Begaj dhe Edi Rama e dini që është pezullim automatik, por nuk e dëgjuan. Po flasim Dhe për gjykata ligjin, kushtetuese u detyrua t'i bërtiste me të madhe dhe t'i thoshte, dëgjoj, nuk është më automatike, po ua bëj dhe me shkresë. Kjo është diferenca në rastin konkret. Flisim për ndikimin. Domethënë, nëse Po ka pra, ndikon, dhe atëherë i unë- bie që të kenë ndikuar Erion Velia më shumë se Edi Rama mbi gjykatën kushtetuese. Pra Erion Velia nga burgu është më i fortë se Edi Rama. Po kupton çfarë po të them. E të kuptohesh Në rastin e pezullimit të dekretit presidentit, Po pra. gjykata kushtetuese do të ishte në një lajthitje nëse nuk do ta bënte një gjë të tillë. Por nëse do ishte ndikuar, O zotri, do bënte të kundërt. automatik more mërtir. O Klod, në qoftë se çështja që ka e tillë, saqë ai nuk mund të jap vendim tjetër, atëherë për çfarë është ndikimi këtu? Pra ndikimi është ose Sepse për jemi përpara kundër të për drejtës dy ose rrafshe të ndryshme. Pezullimi automatik, ligji thot, kushtetuta thot, në momentin kur kryebashkiaku X e heqi me emrin e Erion Veliajt, vën lëvizje gjykatën kushtetuese, pezullimi, pra çështja pezullohet automatikisht, nuk mund të ketë veprime nga institucionet.